Drafti i marrëveshjes së pritshme të koalicionit të ri qeverisës të Gjermanisë përfshin mbështetje për politikën e jashtme dhe atë të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky draft është fryti i diskutimeve të vazhdueshme të koalicionit mes kristian-demokratëve dhe social-demokratëve. Disa nën grupe pune kanë përpunuar detajet konkrete të një marrëveshje të ardhshme koalicioni qeverisës. Sipas draftit, politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian ka fuqi të madhe transformuese dhe është një domosdoshmëri gjeopolitike. Ne jemi në favor të një qasje graduale integruese për vendet kandidate që nuk i përmbushin të gjitha kërkesat e antarësimit, por po zbatojmë reforma me vendosmëri pa i komprometuar kriteret apo integritetin e tregut të brendshëm. Kjo do të përfshijë në veçanti pjesëmarrjen në programet dhe politikat e Bashkimit Evropian, dhënien e një statusi vëzhguesi në Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian, por pa të drejtë vote. Propozohet një qasje bazuar në progresin individual të arritur nga vendet kandidate në afrimin me vlerat dhe standardet evropiane. Mëtej thuhet se situata e ndryshuar globale kërkon një zhvillim të mëtejshëm të procesit të antarësimit në BE. Në të njëjtën kohë theksohet se Bashkimi Evropian duhet të jetë i aftë për zgjerimin e tij, duke siguruar që reforma paralele institucionale të sjellë rezultate konkrete. Kjo përfshin gjithashtu procesin e Berlinit, pasi vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pritur gjatë për një perspektivë të besueshme antarësimi në familjen evropiane.